Përshëndetje për gjithë ju shikues të dashur. Sot këtë intro të emisionit po e bëj pak më ndryshe, jemi emisionin Plus Minus, por që këtu bashkë me mua është mysafiri i fundit për këtë sezon. Bashkë me mua është Armend Ramadani edhe Hamza, që po më bojnë gati mu për këtë emision, për këtë epizod të Plus Minus. Unë dua të falenderoj shumë Podravkën, e cila mundson çdo realizimin e emisionit Plus Minus, por keni me pa edhe një përmbledhje të shkurtër se si kemi arrit deri tek Radika Mountain Resort, për gjithashtu edhe një përmbledhje të shkurtër të gjithë procesit të grimit që po bëhet sot për mua nga Armendi. Hello! Jemi të shku në Mavrov edhe jam një vetur tepër bukur nga Automita Renault Rafale, i cili është, për momentin unë jam në Rafale 4x4 me 300 kuaj fuqi, por që ekzistojnë dy versione, do më thonë është kë, i cili është edhe me benzin dhe me elektricitet, por është edhe një lloj tjetër i cili është vetëm hibrid. Që interieri është pra Alcantara, gjithashtu edhe lëkurë. E unë jam duke shku në Mavrov, kështu që qëndroni bashkë me mua. Keni parasysh që kur shkoni diku jashtë vendit, në për Europë për shembull, duheni me mbush me derivate veturën vet. Po, këto e mundson edhe IPA Petrol. Po përmes aplikacionit, çka është më e mira, mundeni me zgjedh vlerën e derivateve, po gjithashtu me bëu edhe pagesën online. Kështu që unë çacen dhe bona, edhe veç po vazhdoj me mbush. Përshëndetje, si je? A bën lutem një crispy chicken me menu, me vete. Jo për të tjetër. Faleminderit shumë. Shikues dashur, ndoqëm së bashku edhe përmbledhjen, e keni pa edhe gjatë këtyre epizodave të emisionit Plus Minus, si kemi ardhë këtu tek Radika Mountain Resort, kemi ardhë pra çdo herë me vetura nga Automita, gjithashtu edhe kemi mbush veturën në IPA Petrol, sepse ka naftën më të mirë, por edhe unë si gjithmonë, më pëlqen ushqimi, kështu që nuk harroj me marr asnjë do një burger në Burger King. E po atë
gjithashtu edhe procesin e dukjes time sot, të cilën e falenderoj shumë Armend Ramadanin që e kam këtu në studio. Faleminderit shumë që nuk e bëme unë di kaq mirë, se kur dukesh bukur ndihesh edhe mirë. Dhe besimi. Mirë se na erdhët, meqense unë tash u bona kosovar, mbas 24 viteve karrierë, po normalisht mirë se erdhët në shtetin tim, realisht Maqedoni. Jam i njohur për ftesën edhe besoj që do të jetë një emision i mirë. Është vërtet kënaqësi e madhe me të pasur në studio, sepse je tash sa kohë në skenë, je vërtet një artist. Po të flasim Armend për ato çka të inspiroj me i hy kësaj botës së bukurisë? Të them të drejtën, meqense njihem si imazhmaker i parë shqiptar në Ballkan, make-up artist i parë. Këto janë hapat e para nga isha 9 vjeçar, fëmijë, rrjedh nga një familje biznesmenëll që normalisht babai mendonte që do të punoj biznes me atë. E pa që unë jam në botën e artit më shumë i kyçt edhe besomni që është një gjë që lind. Pastaj fillova shkollimin, mbas shkollimit shkova në Istanbul, atje u zgjodha talenti më i mirë, më i ri, në konkurrencë 40 veta, isha 17 vjeçar. 18 vjeçar fillova e hapa sallonin në Shkup, që nuk besonin prindërit që unë aq shumë do të punoj dhe do kem një sukses aq të madh. Po ja, ashtu janë, domethënë fillon karriera nga fëmijëria. Po. Por suksesi po vazhdon ende. Po nuk do ndalemi ne. Nuk do ndalesh. Po çka ka qenë ndoshta ai momenti më i rëndësishëm për ty si një make-up artist, si një stilist deri sot? Pas gjithë këtij rrugtimi. Tash meqense duhet të cekim shumë gjërash, normalisht kjo botë e artit imagjinoni si djalë është sakrificë shumë e rëndë sepse jetojmë në Ballkan dhe është para gjykime, ke shumë fjalë, tashmë është bë normale, po flas për kohën time. Unë jam shumë krenar, familja ime është shumë krenar që i tregova një sukses, një profesionalizëm, një imazh ashtu si çka hije një profesioniste. Sepse botë e artit të çon në disa rrugë që nuk i mirëpret, po në qoftë se dita menaxhosh veten, ke suksesin shumë të madh. Edhe sa më shumë punë. E përmendëm më herët që the një image maker, është e vërtet, ke punu me artistë ndryshëm në fillimet e tyre, po cili ndoshta ka qenë ai artist ose artiste që e ke bashkëpunimin që nuk e harron kur. Një bashkëpunim më i mirë. Ka shumë, të them të drejtën, tash ndoshta 7-8 vite u largova pak sepse imagjinoni tërë ditën në orar punës, tërë ramje ishim në për klipe, domethënë një javë ka 10-15 klipe u xhirosh në Maqedoni. Në Shqipëri e gjithandej. Edhe ishte një lodhje shumë e madhe për mua. Sa për artista, domethënë kam një beneficion shumë të mirë se asnjëherë s'kam shikuar të punoj me një artist shumë të famshëm që edhe unë të krijoj një imazh. Po çdo herë kemi filluar, domethënë e din të gjithë, me Big Mama, Tunën, Adrian Gaxhan, Shpat Kasapin, të gjithë artistat e Maqedonisë që kemi filluar bashkë të krijojmë karrierë. Me shumë artista, gjithë Ballkanit, domethënë nga Turqia, gjithashtu nga gjithë Ballkani, disi për modesti dhe bashkëpunimin që kemi kaq vite, Invamulën e kam pak si pikë të dobët, sepse si një energji kemi shumë të mirë. Shumë artista tash nuk dua t'i emroj, se mos vjen si ta themi kryesorja për mu bashkë të rritesh me ato, jo ti përmendi tash se cilat artista normal. Po patjetër. Armend, apo e vim nga një çaj? Të them të drejtën koha ishte. Meqense këtu e pak fytje ndoshta edhe shëndeti tash momenti, po besoj që çaj do na vjen mirë. Po e vim nga një çaj. Armend, çaj hibiskus nga Podravka. Qoftë mirë. Çaji hibiskus nga Podravka ndihmon për zemrën, por gjithashtu edhe ndihmon për tretjen. I konsumojmë neve në lokalve ca vite. Shumë i mirë. Ne nuk i ndrojmë. Armend, tash sa vite, tu kam bo goxha shumë vite, po besoj që e ke edhe një ekip të madh mbrapa vetës. Të them të drejtën, tani si që din, jemi veçmon në Felizaj. Edhe u parashtu shumë pyetja pse në Felizaj konkret, ose
Edhe pse unë gjithaj kam pas Leramani klientave për Prishtinës për gjithandej që kanë vizitu salonin ton kaq vite me radhë. Edhe mendoj që shumica tash po e bëjmë atë si shaka Open Balkan, domethënë disi desha ta thënë një kufi që ti bashkoj të gjithë bashk. Edhe besom që stafin që jemi të gjithë bashkë jemi tash punojmë atje. Edhe s'di, është një energji shumë e mirë edhe normalisht bashkëpunimet e tona janë shumë afatgjat, nuk janë sot për apo. Po, a ka ndodhur ndonjëherë me po na i gabim, ngrem? Shpesh më kam parashtu këtë pyetje, ndoshta pse jam psikolog shumë i mirë edhe konsultimet e mia çdo herë para se të fillosh të punosh me klientin, ekziston ajo 5 minutë që them unë 50% punën që e ke kryer. Ty është psikolog i mirë mbas gestikulacioneve klientit, mbas shijes klientit tashmë jetojmë një standard tjetër, të gjithë kemi celulare dhe dimë çfarë shije klienti ka dhe mbas asaj kryej edhe unë imazhin e klientit. Besom që deri tash s'm ka ndodhur, ka pas normalisht fillimet artista të mëdhej, ta themi. Edhe këtë duhet atë cekje është Serta Perener, ka qenë në Eurovision, këngëtare shumë e famshëm nga Turqia. Filloj do dramat mi bënë edhe i lëshova scenën pa problem, i mbledha grimin edhe ika. Sepse ke edhe ashtu raste për shembull me personazhe që ose klienta të rëndë që nuk din çka dojnë. Po deri tash s'kam pas ashtu probleme se mundohem të jem të kem komunikim të mirë. Do të thotë Eurovisioni nuk ka qenë edhe aq eksperiencë e mirë? Jo, Eurovisioni me Tamarën kur ishte është tjetër gjë, po flas para 15 viteve kishte koncert në Maqedoni dhe Grimova. Me Tamarën neve 22 vite punojmë bashk. Si ka qenë pjesëmarrja në Eurovision? Shumë kemi, domethënë çdo vit kam pas oferta për të shku, po besomni që s'mundesha sepse maj është periudha e maturantave, periudha e nuseve. Edhe pronotimet të neve bëjnë 1 vjet, 2 vjet para, edhe nuk ke shans t'i lësh. Edhe për atë shkak si vjet kur ishim me Tamarën, të them, drejtën e kemi mbledhur ekip shumë e mirë të gjithë që kemi filluar këtë bashkë karrierën. Me kompozitorët, me gjithë kemi ekip shumë e mirë. Edhe ishte një eksperiencë shumë e mirë. Po, besoj që tash edhe klientët që i ke pas në Shkop, nuk përtojnë me ardhë në Feriza, apo jo? Jo. Së është edhe afër? Afër, biles të them të drejtën për krahje shumë të madhe, imagjinoj nga Dibra na vinë klienta, nga diaspora nuk diskutohet. Disi po vinë, po kënaqen, rregullohen, pastaj shkojnë në për restorante, shëtisin, që është një gjë shumë e mirë dhe më bëhet qefi realisht. Po është më e lehtë me punu me artist apo me njerëz thjesht? Unë nuk kam qef t'i daj, unë njerëz të thjeshtë, ndoshta edhe jo rastësisht u largova nga show biznesi pagës sepse unë jam punëtor dhe i dua njerëz të thjeshtë, edhe ne jemi të gjithë njerëz. Edhe kam qef t'i respektoj artistin normal si artist në bas orarit punës. Në orarit punës unë kam standard total tjetër, sistem të punës, duhet t'i respektoj ato klienta, se jo rastësisht dikush u thon 2-3 orë për tek neve. Ai duhet respekti jon duhet jetë anemban. Armend, flasim pak për konkurrencën. Janë bërë me të vërtet shumë make-up artiste dhe make-up artist. Si e shikon ti tani këtë punë? Unë mund të flas tash për Kosovën, me që se edhe këtu fillova karrierën, po më vjen mirë që ka shumë talentat të mirë, edhe neve çdo herë fjala usta, mjeshtër, filloj të humbet, fatkeqësisht. Të gjithë u banën make-up artist, apo jo, edhe pse çdo herë mundohem t'i përkraj të gjithë gjenatat e reja, po mos ta shohin vetëm rrjetet sociale, se shumë do me thonë të kesh klienta lojal që vinë kaq vite, jo vetëm për rrjetet sociale, po. Ka talentat të ri, po më vjen keq që i dhanë shumë rëndësi rrjeteve sociale, e humbën atë fjalën mjeshtër që të punon me klientin sy me sy, jo vetëm për rrjetet sociale. E kjo mendoj që pak gjenatat e reja filluan ta prishin si imazh, po prapë se prapë unë them, mjeshtër është mjeshtër, do jetë çdo herë, realisht. Por për disa ne i shijojmë çajin. Po shkëputemi për një blog të shkurtë të marketingut edhe rikthehemi vetëm pas pak. U rikthehemi pas blogut të marketingut këtu në studio, e si shpeshini studio është shumë e bukur, e kjo është krejt fal Solos. Pra mund të shkoni edhe në showroomin e Solos dhe të përzgjedhni mobiljet e juaja, të cilat dëshironi me i pas në ambientin tuaj dhe të duket studio kaq bukur.
Normalisht, e zbukrova dhe jo e zbukrua të vend. Faleminderit shumë. Armend, e dim që jeta para kamerave dhe mbrapa kamerave është pak më ndryshe. Secili mundohet që me u duk bukur edhe shikuesit natyrisht nuk e din kur se çfarë kalon personazhi që është para kamerave në jetën e tij. E dim që secili ka vështirësi, edhe ti ke kaluar në për sfida. A mundesh pak më na tregu këtë anën e Armendit? Të them drejtën, të gjithë klientët më njohin aq pozitiv dhe normalisht është një bagazh shumë orar pune. Normalisht din se neve s'kemi as orar, ka 20 orë në ditë kemi punuar dhe ende punojmë. Po tash kisha një intervenim të zemrës, tash po e marrim vete se është 6 muaj, është një operacion i madh, i rënd. Unë çdo më them, çdo duhet të jemi neve pozitiv që japim energji pozitive klientave, po nuk e din edhe bagazhin mbas. Gjithçka na ka ndodhur, besomni që është pjesë e vaktrimit. Na ka ndodhur verës për shembull, jemi zdruar se diçka na ka ndodhur, kanal infuzioni na ka dhënë lokal, klienti nuk na ka pa, kemi dalë show duke qesh, duke po dëgjoj është për atë çka çdo ju them rinjes, show business nuk mund gjithkusht të punon, sepse jo rastisht fjala thotë show, pastaj biznes. Afatgjatësia, stresi, energjia cilën e jep, këtë e kushton pas një kohëve që vëren që është rënd, nuk është lehtë gjithkusht mund ta përballon. Unë tash po mundohem ta menaxhoj veten, do të filloj tash me sport, me ushqim, sepse është një operacion i rëndë dhe duhet ta menaxhoj veten shumë më mirë se si kam qenë paras. As ushqimi rregullt, as gjë rregullt. E tash më ka filluar ta menaxhoj pak. Po besoj ndoshta edhe aktiviteti shumë i madh, puna shumë e madhe, nuk të ka leju me u kujdes. Imagjino 4 mëngjes kemi shkuar punë, 10 në mbrëmje ke shkuar në shtëpi. Imagjino tash falorari dhe çdo ditë tër mbrëmje ishim për shembull për klipe, videoklipe, tër ditën me klienta në lokal, edhe është një 24 vite. Imagjino unë jam rritur gjithë që si që rrit. Unë 18 vjet kam pas sallonin tim, imagjino nga 18 vjet ku të gjithë shoqënia shkoshin pushime, unë punonja. Ose vikende, unë viziti që është vikendi të themi. Po mirë, unë jam krenar për atë pjesë, sepse ku ka më mirë se të punosh, se sa të rish në përrugë, ajo ka qenë ndoshta një pjesë që e dhuroj që e dua punën. E ndoshta ajo na mban neve kaq. Për atë edhe bën grime kaq të bukura, si mësoj. Edhe aq shpejt e ki përfunduar, e prita thash, okay, besoj se jemi rritjeve me kurse me master, jemi rrit me ustallëk, me tjetër sistem punës. Ajo është vlera që çdo rinjes mundohem t'ju të them. Me punë gjithçka po unë do i cek edhe këto masterclassa, do i përmendi edhe këto kurset e shpejta, që çdoja nuk i përkrahi, sepse nuk mund është me një diplom, me një mundit bëhesh make-up artist. E mund të marrë disa ideja ose të zhvillohesh në teknik, po jo të bëhesh make-up artist që hair stylist. Është një... Ajo është me të lindur, apo? Me të lindur, po du shumë punë. Ma herët, duke ma vu grimin Armendi, thash, është si një lloj pikture. Pikture është art, realisht është art. Në ndjen atë momentin, varet se çka duhet punohet me atë fytyrë. Ato janë teknikat të cilën dhe zhvillohen duke punu, normalisht. Po besoj që nuset duhet me pas një përkushtim të veçantë, apo jo? Të them të drejtën, nuset i kam edhe sot mbas 24 viteve karrierë, i kam si pikë të dobës është një ditë që nuk ka çmim. Edhe çdo ditë rastis me klienta kur vinë thotë im ke po para 20 viteve nuse ose është një ndjenjë shumë e mirë, nuk ka çmim. Ose kur të lajmërohet pyet çfarë çmimi sa kushton, nuk mundet, s'ka çmim ajo ditë, sepse e mban mend derisa të jesh gjallë. Pastaj ti do rregullohesh 100.000 herë, po ajo ditë do mbahet mend. Disi kam si pikë të dobët edhe mundohem çdo herë të kem kujdesin maksimal, sepse është një ditë. Po besoj që janë duke na përcjell shumë vajza dhe gra, dhe besoj që kishin dashur edhe me dëgju nga ti se pak për kujdesin e lëkurës dhe të flokëve. Për flokë të them të drejtën, unë pak edhe me gjeneratët e reja acarohem sepse shumë në moshën e vogël fillojnë ngjyrat që s'më pëlqejnë fare, grimi tepër me një vajzë 18 vjeçare, domethënë është egzageruar. Po çdo herë kur vin klientat mundohem t'ju shpjegoj këto gjëra sepse edhe
likura për diell, floku gjithashtu, tretmane, shumë pak neve konsumojmë tretmane. Fatkeqësisht, tash nuk mundemi t'i themi këtu detajlisht, po zakonisht sallonin ton ka shumë lloje tretmane, fillo prej kaviarit deri shumë lloje. Edhe mundohem çdo të u shpjegojmë klientave se çfarë dhënie ka, çka duhet përdorë, çfarë shamponi, çfarë likure ka, që të kemi shumë kujdes. Kur po malan një termin. Po tash javën tjetër do të presim. Me njëherë me shkuat të Armeni në Ferizaj edhe me bo ndosha një prej, a kom nevojë për prejvjen? Prejre pak, do bëjmë një intervenim tash të vogël. S'ke nevojë si e bukur je vetë, po tash një intervenim të vogël do e bëjmë. Faleminderit shumë. Tash po e presim, kemi me provu edhe ushqim. Po e presim edhe ushqim. Do me thonë, dieta shkoj sot, a? Dietën e prisha sot? Sot prishe. Okej, sot. Për këtë epizod të fundit të emisionit Plus Minus, kemi zgjedhë qërshin bitort normalisht Armenit, po kemi edhe ëmbëlsirë këto në studio. Faleminderit. Armen tash shkoa për ushqim. Kime provu është pra një tavë me sugjuk. Sugjuku është nga ETC-ja. Wow! Shkoj dieta sot. Shkoj dieta sot. Tash problem la kemi bu, mos të një avë diskutojmë nga me ngrënë, po qenë ka diçka bravas. Një arë me aprish, s'ka lidhje. Apo e provan, se po du me e dëgju mendimin tënë. Edhe sa po të pëlqen sugjuku nga ETC-ja. Pëlqaj? Bravo. Vjen mirë. Armend, po cili stil mendon që do t'jetë më në të ardhmen? Unë mendoj që duhet të kemi parasysh që natyralja është duke këthy. Sepse kohën e fundit filluam shumë egzagjerime. Si që është koloristika, tash fillojmë ngjyrat çokoladë, ngjyrat krem, cappuccino, do me thonë ngjyrat moka, më të buta. Bjonda si bjonde normalisht është trend çdo herë, po tash fillojnë tash po qetësohen ngjyrat. Normalisht edhe për ta mirë mbajt bjonden është shumë problem sepse kërkon shumë maska, tretmane, gjithçka. Edhe pastërtia më tepër. Gjithashtu te grimi, pjesa e grimit filluam ajo unë për vetë si stil nuk e kam madhuru shumë, po Arabian makeup ti themi, cat eyes. Unë mendoj që duhet largohet më si stil, sepse pastërtia e fytyrës e humbe dhe identitetin edhe gjithçka. Jemi të thjeshtu, kështu që. Ma në fund. Më në fund, finally. Armend, po si e përkufizoni stilin tuaj unik? E ceka, natyralja, t'jesh vetvetja, mos dalish nga vetja, t'investojsh te klienti, ajo. E unë po ju tregoj për produktin më të ri, Stay Strong, puding me shije të ndryshme, për plot proteina që e merr me vete në ushtrime, në shtëpi, në rrugë, në zyre, kudo. Për me pas një ditë produktive, Stay Strong, produktet janë zgjidhja më e mirë. E ne po shkëputemi vetëm ta shohim një material të përgatitur nga ben njeri, edhe themi përsëri me Armendin dhe me pyetjet. Me speca. E djegsta. Përshëndetje dashamirë të natyrës së Kosovës.
Sot në krahasim me epizodet e kalume, kemi vendosur të bëjmë hiking. Dhe ku në një ndër vendet më së paku të vizituara në Kosovë, pra bjeshka e Sejnovës, që është një prej 230 bjeshkëve në Kosovë, edhe është një ndër bjeshkët e pakta që vizitohet mas paku. Kjo bjeshkë gjendet midis Pejës dhe Istogut në lartësitë e bjeshkëve të thata. Sot do të shohim se si duket. Okej, mritëm te bjeshka e Gjorës, ashtu quhet ky vend, pra është parahymje në bjeshkën e Sejnovës. Të dyja këto bjeshkë gjenden në bjeshkë të thata të Pejës. Quhen të thata sepse nuk kanë burime shumë të ujit, janë të bukura, janë prallore, sa herë vi këtu kënaqshna, ka pamje maknice gjithandej, mirë po nuk ka ujë. Pra ata që dojnë me vizitu, do të marrin ujë me veti. Ne sot vendosëm që për ndryshim prej epizodeve tjera që kemi pas me skia, vim të kjo vend, që është shumë pak i vizituar, edhe pi bjeshkatarëve të Kosovës, që ta shohim edhe potencialin e investimit shtetënor në këtë pikë turistike për bjeshkatari. Këtu në bjeshkë të Gjorës mund të shohim një numër të madh të staneve ose mureve që janë ndërtuar nga banorët e Jabllanicës së Madhe, pra fshati i cili banon këto bjeshkë gjatë sezonës verore. Këtu shihen mrapa që janë kogja të vjetra, pak më larg janë disa që janë pak më të reja, mirë po qasja deri në këtë bjeshkë është kogja e vështirë. Pra është një rrugë malore që është e përshtatshme vetëm për vetura 4x4. Do me thonë, për të arritur këtu, do të shkohet prej Pejës drejt fshatit Jabllanicë së Madhe që është afër Adavcit, të vazhdohet në qoftë se keni veturën 4x4 drejt bjeshkës, të vihet këtu te bjeshka e Gjorës, edhe mandej të kënaqeni me pamje maknice të kësaj pjese. Okej, jemi te Kurizi që ndon bjeshkën e Gjorës me pjesën ku është bjeshka madhështore e Zhlebit. Pra, erdha këtu vetëm për ta bërë një ecje nëpër Kuriz që të kënaqem me pamje në të dyja anët e bjeshkëve. Pra të gjitha janë Kosovë, shumë afër e kemi malin e Zi, pra Zhlebi e dim krejt, kulla e Zhlebit që është afër, do thonë kjo pjesë gjendet mu në kufi me malin e Zi. Unë tash po vazhdoj edhe të shohim se çka po na pret. Na jemi tash në komunë të Pejës, po nuk do të thotë se këto bjeshk hynë në grupin e bjeshkëve të Rrugovës. Pra Rrugovën e kemi më larg, pra është andej Sushicës, pra është një lum i thatë që thahet shumë shpesh, e
Përtej ati lumit të thatë gjendet rrugova, ndërsa knej Sushicës gjenden këto bjeshtë të thata që është Maja Hasanit, Rusolia, Zhlebi, Sejnova, Kaliqani edhe deri të Kopaniku që janë bjeshtë e Istogut, Vrellës, Mokna e tjera e tjera. Këtu përpara kemi edhe kufirin administrativ Kosovë-Malizi, që për mua është një pikë shumë e zezë, sepse gjithmonë jam mësu që kufini jonë me qenë deri te kulla e Zhlebit. Si që po shihet, jemi ende në bjeshkën e Gjorës. Si pas disa banorëve të fshatit Jablanice Madhe ose banorëve që vinë këtu nga fshata tjera në këtë bjeshk, më ka tregu se Gjora e ka emrin për shkak se bjeshka është e Gjorë, pasi që nuk ka burime të ujit. Edhe këta banorë që vinë këtu gjatë sezonës verore kanë probleme me ujë të pishëm. Kështu që ndërtojnë disa smete që janë si fole e zogjve, po është në përmasa masive, ku aty mbledhet bora edhe gjatë pranverës, kur të shkrihet, bëhet si një kazan i madh natyral për mbajtjen e ujit për nevojat e banorëve gjatë tërë sezonës verore. Tash erdhi fundi i emisionit, shpresojmë se jeni nda të kënaqur me këtë episodin e fundit, plus në minus në sezonën 2025, deri në seriale tjera të vitit të ardhshëm, mirëmeqi. E shikoj dashur, tash është koha e pyetjeve djegsta. Unë po ulem afër teje, Armend. Pinë sugjuk janë speca. Janë pak djegst. Jo, pak po shifer. Kështu që e ki ose përgjigjesh, ose anë specin. Qështë dush? Ma mi speca me hongër, sa të mbarojmë pas të retortë, më duket se kishte diçka dhe mbëlsirë, ta mbyllim me mbëlsirë. Për fund ka e mbëlsirë. Armend, trego emrin e një këngëtare që ke pas lidhje me ta. Specat. Mos ja krejt specat. Zguzoj të përgjigjem normal. Mami për e provoj nja. Kështu. Bravo. Do të thotë, ka pas lidhje Armendi me fytyrë publike, me këngëtare, po s'po na tregon me këtë. Tregon një emër i cili të ka zhgënjur gjatë karrierës tënde. Një, më falë. Tregon një Se emër. specim të fokusoj. Tregon një emër i cili të ka zhgënjur gjatë karrierës tënde. Ka shumë po emër zgudzoj, prap do ha specim, më duket se do ndizem ashtu si duhet, normalisht që ka jo një po më shumë emra. S'po do me nalon Po speca për atë që heq. unë e them kështu, do i shoh veç për mas ku janë sot, s'po i shoh. Hajde edhe pak. Tregon një emër me të cilin nuk do të bashkëpunosh më kurrë. Unë edhe pse nifem personazh që ja u plas më fytyrë gjithëve, po tashmë që se mas shumë viteve afrohem prap kamerës dhe duat të ljen një imazh të mirë sepse njerëz e shohin me syrin e keq. Besomni që këto pyetje janë shumë reale dhe neve kemi kaluar mbas këto sakrifica, si ti themi, po prap doja ha specin që të na mbani mirë për të mirën. Faleminderit. Armendi vendosi mos më Unë e sa du përgjigj pyetje, kallëm. pra. Po, në rregull jemi se kemi ëmbëlsirë, e shoqëron pastaj.
Po shkëputemi për një blok marketingut edhe kemi shumë shpejt për ëmbëlsirën. U rikthyem pas bllokut të marketingut e tash është koha për ëmbëlsirë. Fajle u ëmbëlsirë, o zot se për këtyne specave. Wow. Të kemi shti me ongër shumë djegës. Bravës. E natyrisht në këtë episodin e fundit duhet ta ëmbëlsojmë pak. Sa mirë po duket. Shumë. Do me thonë dieta ta shkoj edhe kjo ishte kapaku. Sa tash harroj dietën, Armen. Po ta qatë bëjmë edhe ëmbëlsinë ku të shoh kështu. E po, apo e shë. Ju na keni prit mirë këto, në Macedoni. Edhe ne duhet... Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Armen, që ishe pjesë e emisionit Plus Minus në episodin e fundit. Faleminderit që isha pjesë, që ishit edhe ju pjesë në shtetin tonë. Jam i njohës, besoj që tash do shifemi edhe më shpesh. Po patjetër. Të bëjmë emisione kështu dhe më pëlqeu energjia juve edhe ekip mrekullueshëm, edhe besoj që do shifemi shumë më shpesh tani. Faleminderit shumë edhe një herë. E shikues dashur, kjo ishte e tëra pra për këtë sezon të emisionit Plus Minus. Jemi kënaqur çdo javë me mysafirë të cilat nuk kanë pritu me ardhë këtu në Mavrov dhe na kanë kënaqur me energjinë e tyre, gjithashtu edhe Armendin këtu që po e përmbyll këtë sezon me të dhe me ëmbëlsirë. Dua të falenderoj shumë Podravkën, e cila mundson çdo herë realizimin e emisionit Plus Minus, por gjithashtu edhe Radika Mountain Resort, hoteli Radika këtu në Mavrov, e cila na ka lejuar që çdo javë të jemi këtu, të qëndrojmë, të shijojmë vendin kaq të bukur, por gjithashtu edhe mysafirët tanë të njihen sa më rehat. Dua të falenderoj edhe të gjithë mbështetësit tanë të tjerë, pa të cilët nuk do mund të realizoj kjo emision, Automita, IP Petrol, Burger King, Patos, P&K, Stay Strong dhe Bora. Por, mos harroj të falenderoj edhe të gjithë ekipin realizues, gjithashtu edhe Base Agency, e ne shihemi përsëri bashkë, mirupafshim. Ky emision mundësohet nga Podravka.